Gjejeni pa kush i fiton këto zgjedhje lokale. Unë e di kush nuk i fiton. Gratë. Sepse për të fituar duhet fillimisht të jesh pjesë e listave të kandidatëve. Politikanët tonë aq gjatë kohë kanë qenë thjesht burra të cilët kanë udhëhequr me shtetin, saqë kanë krijuar një sistem i cili lë absolutisht jashtë gratë. Kjo tregon qartazi mendsinë me të cilën ne e shohim gruan shqiptare në shoqëri. Qartazi, jo në pozita vendimarrëse. Asnjë grua shqiptare nuk kandidon në këto zgjedhje lokale në Maqedoninë e Veriut. Çfarë tregon kjo? Që aq gjatë kohë pozita e gruas shqiptare ka qenë të jetë thjesht në kuzhinë, të rrisë fëmijët, të bëj këto gjëra të cilat kanë qenë të pranueshme për shoqërinë tonë për kaq gjatë kohë. Dhe kjo ndikon në mënyrën se si gratë fitojnë, në mënyrën se si gratë paguhen, në mënyrën se si gratë pensionohen, në mënyrën se si gratë krijojnë karrierën e tyre. Nuk është veç hajt, nuk është e parëndësishme fakti që nuk ka asnjë grua e cila kandidon në këto zgjedhje lokale. Dhe jo, nuk mjafton që presidentet i kemi gra. Nuk është mjaftueshëm që presidentet i kemi gra dhe nuk është mbi të gjitha tregues që i kemi presidentet gra. Fakti që gratë nuk janë pjesëmarrëse në këto zgjedhje lokale tregon që partitë politike po bëjnë diçka gabim. Dhe shumë shpesh unë e marr këtë komentin, po nuk ka gra, nuk duan të jenë pjesë e partive politike, nuk duan të jenë pjesë e jetës publike. Normalisht, i keni pa si duken tubimet tuaja, e keni pa ku takoheni ju, si prisni që një grua të vinë në shtabin tuaj me 100 burra. Si prisni të vinë një grua në çajtore, si prisni të vinë një grua në një ambient ku ajo do të ndiheshte absolutisht jo komfort. Nëse doni më tepër gra në politik, duhet ju të shkoni te ata.